Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, General Major Enrico Borduani, mirëpriti në Kosovë, Këshillin e Atlantikut të Veriut, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe zëvendës sekretarin e përgjithshme të NATO-s, Radmila Shekerinska. Sipas njoftimit të KFOR-it, General Major Borduani ndau pikpamjet e tij mbi situatën aktuale të sigurisë në rajon, duke theksuar përpjekjet e vazhdueshme të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës e për të mbështetur dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rutte shkroi në profilin e tij në X lidhur me takimet që ka pasur me ushtarë të KFOR-it që shërbejnë në Kosovë. Rutte ka thënë se prania e NATO-s në Kosovë është një demonstrim konkret i përkushtimit të palëkundur për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë dhe rajon. Prania e NATO-s është një demonstrim konkret i përkushtimit tonë të palëkundur për siguri në mbar Kosovën dhe stabilitetin rajonal.